Për Partinë Demokratike, timet e SPAK-ut për zëvendës kryeministren Belinda Balluku e për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit treguan se qeveria Rama nuk ka legitimitetin për të drejtuar vendin. Jorita Tabaku në një intervistë për Vision Plus thekson se 2 dosjet e fundit të prokurorisë posaçme provojnë se Edi Rama ka ndërtuar një sistem të korruptuar. Një sistem i cili duhet rrëzuar, sepse sot qeveria me atë që është ekspozuar nuk ka më as legitimitet, nuk ka më as kartën morale, por nuk i ka më as numrat. Sepse ashtu siç e pam, të gjitha këto fonde, të gjitha këto biznese, të gjitha këto që kanë ndodhur kanë qenë në shërbim të marrjes dhe të zgjedhjeve, të marrjes së një numri sa më të lartë deputetësh. Tabaku thekson se dosja e prokurorisë posaçme për tenderat e Akshit është veçanërisht e rëndë. Sepse bëhet fjala për një grup të strukturuar kriminal i cili ka përdorur dhe dhënat sensitive, të dhënat e biznesit, të dhënat e dosjeve hetimore, të dhënat e gjendjes civile, përveç faktit që biznese që dalin nga zero, marrin tendera publik, marrin pagesa 30 milion euro në 9 muaj, nuk besoj që ka biznesmen në Shqipëri që t'i ketë marrë ndonjëherë nga fondet publike. Një biznes i cili hapet në shtator dhe deri në janar ka realizuar 2.5 milion euro fitime. Sipas Tabaku, taksa e korrupsionit është bërë taksa më e rëndë në qeverisjen socialiste. Sot 30% e vlerës së tenderave është 1/3 e vlerës së tenderave është pagesë që i jepet zyrtarëve. Është pagesë që i shkon ish zëvendës kryeministrit, që i shkon zëvendës kryeministres, që i shkon administratës, që i shkon atyre që menaxhojnë dhe që ndajnë parat publike dhe asetet publike. Jorita Tabaku shpjegon se dosjet e SPAK-ut tashmë faktojnë se korrupsioni në Shqipëri është i përhapur kudo e nuk janë rastet izoluara. As kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, as Arben Ahmetaj, as dosja e inceneratorëve, as tenderat që lidhen me shëndetësinë e Ilir Beqaj.